Rreshet e dëndura të shqip që kanë nisur prej mbrëmjes së të hënës kanë shkaktuar probleme të shumta edhe në qarkun Dibër. Më e prekur nga shtrëngatat e shiut këtë të martë ishte Bashkia e Matit, ku pati probleme me rrugët rurale dhe përmbytje të banesave. Banesa e familjes Neli prej 8 antarësh u përmbyt nga uji, duke detyruar autoritetet të bëjnë evakuimin e të gjithë antarëve. Kryefamiljari Hasan Neli thotë se kjo është hera e parë që banesa e tij përmbytet në këtë lloj përmase dhe uji ka hyrë në shtëpi rreth orës 7 të mëngjesit, teksa po bëheshin gati të dilnin. Sipas kryefamiljarit, shkak për përmbytjen e banesës së tij është bërë kapaciteti shumë i vogël i kanaleve ujëmbledhëse të fshatit. Ai kërkon ndihmën e institucioneve, pasi dëmi në rëndi shtëpiake është shumë i madh. 7 të mëngjesit, si ka hyrë ujë. Mrena si ora fortuna. Tu ishë mrena. Tu desh më bëhase me shku, kada me në shkollë. Here e parë që përmit në kështu. Gjithë në shpiri ka hiven për vene, ka bëjë gjithë metri. Domi math shumë. E në gëtë mrene, son 200 jashtë mose dhe blokej ujtë dheri 100 metri. E në ma. Kërkëm njëm, ka shteti, kërkëm njëm me në animovë që të domi. Si janë bëha. Përmbytje pati edhe në fshatin rreth e bazë, banorët këtu thonë se sa herë ka re sheshira është situata përsëritet, ndërsa kërkojnë që të vijnë në funksion siç duhet të gjitha kanalet kulluese. Për fat të mirë në këtë zonë nuk pani dëmën e banesa, ndërsa banorët ndjehen të friksuar për orët në vijim, pasi janë parashikuar reshe shiu në formë shtrëngate. Janë mbledh kanë ujna se nuk i pranojnë me lanë në tokët veta kurkush dhe vinë plot 1 kilometër rrugë, prej atje vinë na shkarkojnë me kuj, nuk i kalon kurkush për tokat veta. Nëse vinë grumbullohen kanë. Pra, që të rregullohet kjo duhet prej gjithë secilin për tokat veta, ose shteti të hapi kanal kullues shumë fuqishëm që të na thkej, ose ne na lën pa toka. Ka qenë prit rreth 200 metra që du ka qenë të i kalu ujtë më shpejt. Shpreja ka qenë që du kanë shirishki se është që du, ka qenë kërësisht në ujtë. Duke shku keshë e shpajse dje, visa e ka nalë teksa, keshë e shpajse dje, dëri shtu ka qenë me ujtë. Dëri shë dje ka qenë me ujtë. Pra që kjo është një defekt që e ka kanë lajtë dhe duhet në ribarin që të mos në bjeri ujtë më shpejt. Shpje përmbytën në ujë, vjen nga qeshef matë, vjen kryesor, nga qeshef matë këtu, këtë bintu në trase. Trase du të dy kratë, edhe një që shkuje në zalën e ka prosa gjëklesit, edhe këtej nuk ma dhvit një krasë. Këtë ujtë bjen këti krau, duhet bjen dhe krau të nej, duhet hapet me fadrog, se së bënd bjen prut, vile, se ne matanë. Tokët bujësore, ka në slavatojt, ka në slavatojt poshtë, edhe ati është në mizi, duhet shkujnë dy kratë, edhe këtej, është vetë një kratë, edhe këtej dhe këtë një krau ujë. Sa herë bjen shi madhë, shumë madhë këto. Ka ne duhet hapet fadroma, duhet hapet ati matanë, duhet shkujnë matanë ujtë komplet, gjysa edhe këtej bjerë, edhe ati më shumë, edhe këtë duhet hapet komplet kanari slavatojt. Po su të hapë me fadroma, nuk ke prapë ke përmbytje bëhet, në me këtë të bësi për falinet atyre, po prapë që të bëhet. Me ndërhyrjen e ekipit zjarfikës të bashkisë MAT, familja Neli në fshatin Drita është evakuar nga banesa në të cilën aktualisht nuk mund të jetohet.